Qytetarët e Tetovës shprehin pakënaqësi për rritjen e çmimeve të taksive në qytet, duke theksuar se transporti urban është bërë dukshëm më i kushtueshëm krahasuar me periudhën e mëparshme. Sipas tyre, brenda një kohe të shkurtër, tarifat janë rritur pa paralemrime të qarta, duke ndikuar drejt për drejt në buxhetin familjar, veçanërisht për ata që e përdorin taksin si mjet të përditshëm transporti. Shtrajtjonën e shumë. Po gjika është e këto në Makedoni se s'bën ta përdori këtë, si cala gjo ka ipë. Ku mundën ta përballoj njëri, unë morë 16.000 penzije. Gjë mundë të bëjmë 16.000? Që piq këto njëna gjegjive në bënon të Shipaki, 100 dinar. Ka bovaki, dë njerë më kanë marrë, dë njerë 200. Një ditë kesh në bojt, 500 dinar. Atë që ka gjutë tonë bënon, algë. 500 dinar. Unë e përballoj njerëzit me këto rroga këto. Unë nashta gabuj se ne përballoj. Që unë për vitin tem mërë 16.000 gjimonit bëune, se ne përballojnë popë, ja. Dinere 20-30 që nërë të autopuska. Shumë shtrejt. Po. Shka në isa për insonit të mare, shkoj. Shkon me bicikla, dhe ndite ka, më majre ki. Që ajo e ma shkurte të tëmë, qera zicet të tëmë mo. Kitë me cicianë, rogat lisht, me 100 euro, nuk më brejnë. Katë. Ndërkaq ka dhe qytetarë që thonë se nuk përdorin fare taksi, por kanë veturat të tyre personale që i shfrytëzojnë për të shkuar në distanca më të largëta brenda qytetit. Çmimet përgjithësi shohën a krejt. Ja shtrejtova do 20% e tepër. Nuk kom shfrytëzu, se kom zakon të shfrytëzoj. Ja, nuk e kom zakon. Me taksi nuk shkuj veç për heci. Me taksi nuk ose, s'ka nevoj. Nuk di me ju të regu kur gjo për ata se s'përdori, s'kum përdor taksi. Për atë me taksi s'kam punë. Kemi ravan, kemi atë me taksi s'kar punë, ja. Disa qytetarë thonë se çmimet ndryshojnë nga një kompani në tjetrën, ndërsa të tjerët ankohen për mungesë transparence në tarifim. Ata kërkojnë nga institucionet komunale që të monitorojnë situatën dhe të vendosin rregulla më të qarta për tarifat në mënyrë që të shmangin abuzimet e mundshme. Por të shumt janë edhe qytetarët që shfrytëzojnë transportin publik të organizuar nga komuna e Tetovës. Nga ana tjetër, përfaqësues të kompanive të taksive, edhe pse nuk deshin të flasin para kamerës tonë, arsyetojnë shtrejtimin e shërbimeve me shtrejtimin e karburantit dhe kostove të mirëmbajtjes, duke theksuar se janë të detyruar të përshtatin çmimet dhe kushtet e tregut. Megjithatë, qytetarët mbeten të qëndrimit se nevojitet një zgjidhje e balancuar që të mos rëndojë edhe më tej mbi konsumatorët.